Përshëndetje të shtrenjtët e mi, mirë se vini në Golden Truth Tarot. Dhe tani, le të fillojmë me parashikimin e muajit dhjetor për shenjën e Shigjetarit. Shigjetar, java e parë e dhjetorit do t'ju çojë sa në një ekstrem tjetër. Do t'jetë një javë me fjalë, një javë me thashetheme, një javë me ide të shumta, me mendjen e bombarduar nga të gjitha fjalët, nga të gjitha gjërat që do të diskutohen gjatë kësaj jave. Dhe do t'jetë impakti i hënës së plot në binjak. Është me datë 4 dhjetor, por do ta ndjeni 2-3 ditë para, 2-3 ditë pas datës 4, kjo energjia e binjakëve, duke qenë se është shenja e kundërt nga ju, do t'ju trazoj, do t'ju bëj që t'jeni shumë konfuz, do të krijoj situata për disa shigjetar, debate me motra, vëllezër, me kushërinj, në familje, sidomos për ata shigjetar që janë në një moment të jetës së tyre ku duhet të ndajen një pronë, mund të jetë një pronë familjare, shtëpia e prindërve, do keni debate kujt i takon një pjesë e shtëpisë, si duhet ndarë prona, kush do kujdeset për prindrit, çfarë vendimi duhet marrë për prindrit nëse janë në një moshë që kanë nevojë për kujdes gjatë gjithë kohës, sepse mosha është e tillë që nuk ja dalin dot të jetojnë vetë të pavarur. Mund të keni biseda të shumta që lidhen me çështje familjare. Për disa shigjetarë e shikoj edhe si një çështje të brendshme, ku diskutoni se si brenda familjes tuaj, diskutoni se si do t'i ndani të ardhurat. Mund të keni momente ku nuk bini dakord, nuk keni stabilitet, disa prej jush mund t'jenë në një fazë që janë me qira dhe dëshira është e madhe për të blerë një banesë, për të bërë një investim, për të qenë më të qëndrueshëm. Pala tjetër, partneri ose partnerja nuk bie dakord me mendimin tuaj, apo nuk keni para, thoni duhet kursejmë më shumë, duhet jemi më të kujdesshëm. Pra janë shumë ide. Kjo energjia e binjakëve, ju thash, do t'ju hallakas, do t'ju bëj që të mendoni nga forma nga më të ndryshmet, edhe ju vetë një ditë do thoni kështu, ditën tjetër do ta mendoni ndryshe, pastaj mund t'jeni më emocional, të dëgjoni se çfarë ju thon shoqëria ose çfarë dëgjoni nga njerëz të tjerë, thoni okay, po sikur ta bëjmë kështu. Është shikoj një lloj tensioni dhe më e mira është t'jeni vetë sa më të qetë, mos përdorni substanca të jashtme, qoftë alkooli, qoftë abuzoni me ushqimin, apo të abuzoni me duhane, apo me substanca të tjera, sidomos në javën e parë duhet jeni sa më të qetë, sepse nuk do zgjidhet asgjë me nxitim, me debat, me diskutime, duke çuar nga një ekstrem në ekstremin tjetër. Më e mira është të gjendet gjua e përbashkët, të gjendet një pikë e mesme, dhe energjia e harmonisë ka të bëjë edhe me përmbajtjen. T'jeni ju vetë ta stoponi edhe kur ti do të thuash diçka, ndoshta edhe më shumë. Jepi kohë vetes, mendoj gjërat, mos u nxito, mos thuaj fjalë që të pendohesh më vonë edhe nuk i tërheq dot mbrapsht. Prit, prit. Kjo gjë do të zgjidhet, do duhet pak kohë, gjërat do të fillojnë të lëvizin më pozitivisht në javën e dytë, sepse në atë kohë kemi me datë 11 dhjetor Mërkurin, planetin e komunikimit, që futet në shenjën tuaj në Shigjetar. Mërkuri në Shigjetar do t'ju bëj shumë herë më të kthjellët. Do t'ju bëj shumë herë më të logjikshëm, më të arsyeshëm, do ta shikoni situatën në tërësi, nuk do kapeni me këto me fjalët, me thashethemet, dikush më tha këtë gjë, dikush më tha këtë tjetrën, me këto hatërmbetje, do i lini këto gjëra pas dhe do mendoni për të mirën e përgjithshme. Pra, kush është e mira për prindrit, kush është e mira për ju, për motrat, për vëllezërit, për të gjithë, që t'jeni sa më të drejtë. Shigjetarët, kur jeni vetvetja, kur jeni në atë energjinë tuaj maksimale, që ndjeni mirë, ju jeni shumë të drejtë, jeni shumë të sinqertë, dini t'i ndani gjërat me shumë rregull. Dhe këtu është edhe pikërisht çelësi, ndershmëria, sinqeriteti dhe të mendosh për të mirën e përgjithshme, jo vetëm për egon tënde, për interesat e tua.
e shikoj një diskutim shumë herë më të këndshëm, një zgjidhje, diçka më neutrale në javën, sidomos në javën e dytë, po sidomos mbas datës 11, kur Mërkuri është në shenjën tuaj, dhe kjo do të ketë një impakt shumë pozitiv, sepse shoh në javën e tretë që do filloni të merrni disa, do bini dakord për disa çështje dhe do jeni në lëvizje. Do jeni në lëvizje, do thoni, ok, ram dakord, tani të fillojmë të merremi me dokumenta, shkresa, çfarë na duhet, si ta ndajmë, si ti marrin prindrit, ku do rinë prindrit, gjithçka, pra të gjithë gjërat çfarë ju duhen për këtë proces. Do të jetë një javë shumë e mirë java e tretë, edhe për çështje që kanë të bëjnë me punën, lajme të mira që vijnë për punën, lajme të mira që vijnë në lidhje me parat, me financat tuaja, mundësi të mira, korrespondencë me korrespondencë për çështje pune që është pozitive, ka një impakt shumë të mirë tek ju, por kjo do të jetë edhe një javë e mirë për njohje të reja, njohje interesante. Kjo është një javë ku do të jeni ju ata që jeni personi që merr shumë komplimenta, personi që merr shumë mesazhe, shumë njerëz që duan të flasin me ju, komentet janë pozitive, dhe po jetoni jetën në maksimum, ndjeni mirë, ktheheni në atë situatën tuaj ku jeni vetvetja, mund të planifikoni edhe një udhtim, pushime gjatë javës së tretë, të largoheni, të shkëputeni diku, udhtime me avion në një vend ndoshta të ngrohtë për të shkëputur pak ditë. Keni nevojë për energji pozitive, keni nevojë për energji të ngrohtë, keni nevojë të lëvizni, të eksploroni, të largoheni nga streset dhe nga përgjegjësitë e shumta të javës së parë dhe të javës së dytë, se kjo nuk është një çështje e lehtë. Shigjetarët që janë në këtë situatë, sidomos ata që e kanë çështjen më madhore me prindrit, kjo është një situatë stresante, është një situatë e lodhshme, është një situatë e vështirë. Për të tjerë që kanë ato debatet brenda në familje, në lidhje me financat, me parat, sa duhet kursejmë, sa duhet harxojmë, çfarë do bëjmë për të ardhmen që të jemi më stabil. Për ju këto tensione dhe ju jeni si person njëri që doni ta jetoni jetën në maksimum, doni të shijoni gjithçka që jeta ju ofron. Dhe pjesa e të pasurit një pronë fikse dhe të pasurit një vend fiks, nëse nuk keni dhe planetet, se varet nga harta e secilit person, nëse keni shumë energji toke apo energji ujë, mund të jeni më të predispozuar për të pasur një pronë fikse dhe për atë dëshirën për stabilitet financiar. Në të kundërt, pastaj nëse ti si shigjetar ke diellin në shigjetar, po mund të kesh edhe hënën në shigjetar, apo hënën në dash, në luan, apo dash ascendenten, ke më shumë shenjë zjarri, shenja zjarri apo ajri, atëherë të jetuarit me qira dhe të pasurit fleksibilitetin që ti të lëvizësh, të shkosh në vende të ndryshme, kjo është diçka që ty të pëlqen, ndoshta mund të jesh ti që nuk e do këtë pjesë, nuk e do këtë pronën që t'jesh diku edhe aty nuk lëviz dot më, tani je detyruar të qëndrosh aty sepse ke bler një pronë, ndoshta nuk je gati për të hedhur rënjë diku. Thua, rënjët e mia janë kudo në botë, ku të më çoj fati, ku të më çoj jeta, ku të më çoj avioni, atje janë rënjët. Rënjët fikse dhe mund të mos ti doni. Ndryshojnë shigjetarët, ju thash, ndryshon shumë bazuar tek harta dhe tek elementi që dominon hartën. Nëse elementi që dominon hartën tënde është zjarri, shumë planete në zjarr, shumë planete në shenjë ajri, tendenca është e tillë për të qenë sa më të lirë. Nëse është e kundërta, pastaj më shumë ujë, më shumë tokë, nevoja për qëndrueshmëri është e fortë tek ju edhe pse jeni shigjetar. Dhe java e fundit do të jetë një javë shumë tradicionale, e shikoj, një javë ku mund të bëni diçka të mbledhur me familjen, shumë nga ju mund edhe të udhtojnë, të ktheheni. Këtë udhtim mund ta bëni edhe për t'u kthyer në familje, në vendlindje, nëse jeni larg, këto diskutime i keni bërë me familjarët në telefon apo nëpërmjet
nëpërmjet internetit, po do të vendosi që për festat, për javën e fundit, sidomos 2 javët e fundit të dhjetorit, të ktheheni në familje, të ktheheni aty me njerëzit tuaj, jo vetëm me bërthamën familjare, por shikoj që do takoni edhe familjen e gjerë, kushërinë, njerëz të afërt dhe do keni një festë që do të jetë shumë tipike, shumë tradicionale, një lloj siç e keni festuar vite më parë dhe kjo është e nevojshme për ju sepse ju mbush shpirtërisht shigjetar, ju jep atë sensin e qetësisë, ju jep atë sensin e t'jesh pjesë e diçkaje më të madhe se vetja jote dhe e heq pak fokusin nga lodhja, nga stresi, nga përgjegjësitë e përditshme. Do mbyllet në një formë shumë pozitive dhe shikoj që keni edhe dëshirën për të mësuar, për të dëgjuar, për të pyetur, do të dish më shumë për historikun e familjes tënde, do të pyesësh gjyshrit, ose anëtarë të tjerë të familjes, halla, xhaxhai, daja, tezja, njerëz që janë në një moshë ku ti do të dish për familjen tënde si kanë jetuar më përpara, çfarë jete kanë pasur, të mësosh, duke mësuar për familjen ti mëson edhe për veten, mëson edhe se çfarë ke trashëguar, mëson edhe cilat janë pikat e forta të familjes, cilat janë pikat që mund të kenë pasur edhe ato probleme që janë përsëritur sërish tek familja jote apo tek fëmijët e tu. Do të jetë një javë shumë e vlerë, përveç pjesës së familjes, bashkimin familjar, do të mësoni edhe shumë gjëra me vlerë për veten dhe për familjen tuaj. Dhe nga orakulli i dashurisë dhe i romancës, mesazhi për ju shigjetar më thot surrender, dorëzohu. At times we must surrender the old before something new can enter our lives. Let go and all will work out. Në disa raste është mirë që ne të dorëzohemi, të largojmë të vjetrën, përpara se diçka e re të vinë në jetën tonë. Let go and all will work out. Pra, hiq dorë nga tendenca për të kontrolluar, hiq dorë nga tendenca obsesive për të bërë gjërat siç do ti, apo për të dalë fjala deri në fund. Lëri gjërat që të rrjedhin vetë dhe gjithçka do shkojë në vendin e duhur. Mos harroni që jemi akoma në 2025-ën, që është energjia e gjarprit, është viti i gjarprit, është edhe një vit i nëntë, që është mbyllja e një cikli. Dhe viti i gjarprit është viti ku ne, siç e ndryshon gjarpri lëkurën, edhe ne duhet të ndryshojmë gjërat që s'funksionojnë më për ne, çfarë nuk është më me vlerë, ta heqim dhe ky ndryshim fillon që tek ty, shigjetar, tek mendimet e tua, kokëforcia, mentaliteti, gjithçka deri tek rrethanat e tjera në jetë, njerëzit që të rrethojnë dhe çdo gjë, që ti jesh gati për ciklin e ardhshëm ku energjia ndryshon totalisht, sepse futemi tek viti i kalit dhe është viti 1. 1 është fillimi i një cikli plus energjia e vitit kalit do jetë një vit shumë i shpejt, gjëra do lëvizin shpejt, mundësi të reja, do dalin shumë për shigjetarët, sidomos sepse edhe simboli juaj është i Centaurit, gjysmë kal, gjysmë njeri. Nëse ke lindur edhe në vitin e kalit, do jetë vit fantastik për ty shigjetar. Nëse ke lindur për shembull një nga vitet që është që përfaqëson vitin e kalit, është 2014-a, 1990-a, janë disa nga, po ka edhe më shumë, sigurisht duhet ta kërkoni në internet të shikoni kur janë, cilat janë vitet, cili është viti i kalit sipas astrologjisë kineze dhe mund të shikoni nëse ju i përkisni kësaj shenje, por e rëndësishme është të mos jeni kokëfort, ju thash të përpiqeni të gjeni atë pikën neutrale, qoftë në dashuri, qoftë në çështje që kanë të bëjnë me familjen, me marrëveshje, me anëtar të familjes, në çështje pune, dhe të ato gjëra që nuk i kontrolloni dot, thjesht i pranoni për ato që janë, sepse ashtu po shkojnë gjërat dhe ti lejosh që të rrjedhin vetë në mënyrë të natyrshme, në mënyrë që të hapet një mundësi e re për vitin e ardhshëm. Okej, shigjetar, kjo është gjithçka që unë shikoj për ju për dhjetorin. Ju falenderoj shumë që më ndoqët. Nëse ju pëlqeu ky lexim, lutem më jepni edhe një like, një koment
Mos harroni të abonoheni, të bëni subscribe, që mos të humbisni videot e ardhshme. Dhe nëse jeni të interesuar për një lexim privat me mua, mund të rezervoni online direkt nga website-i im në www.goldentruthtarot.com. Linkun e gjeni këtu poshtë tek video dhe tek përshkrimi. Uroj që t'i kaloni sa më bukur, sa më gëzueshëm festat e fundvitit me familjen dhe gjithë personat që ju do zemra, dhe uroj të gjithëve shëndet, fat, mbarësi dhe prosperitet, dhe bashkë të dëgjohemi në parashikimet vjetore për 2026. Gjithë të mirat, mirupafshim.